Një atentat me armë zjarri mori jetën një 40 vjeçari në qytetin e Laçit, ngjarje që tronditi banorët e zonës. Viktima Ilir Gjini u qellua mbrëmjen në 9 korrikut rreth orës 22:10 minuta, pak qaste pasi kishte parkuar automjetin dhe po shkonte drejt hyrjes së pallatit ku jetonte në lagjen Erdogan. Sipas hetimeve paraprake ndaj tij u qellua mbi 7 herë me armë zjarri. Edhe pse tentoi të largohej, autori dyshohet se ndoqi deri pranë hyrjes së pallatit një distancë të shkurtër nga komisariati i policisë së Kurbinit. 2 prej plumbave e goditën në pjesën jetike të trupit, ndërsa 40 vjeçari ndërroi jetë gjatë transportimit drejt spitalit të traumës. Pas ngjarjes policia kreu kontrolle dhe riktheu grupin hetimor në vendin e krimit ku sekuestruan prova që po analizohen. Edhe disa orë pas atentatit, zona Vjojte ishte rrethuar nga forca policore. Nga veprimet hetimore është identifikuar si autori dyshuar Emilian Suti, i njohur dhe me emrin Artur Suti, i cili është shpallur në kërkim. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se ai dhe viktima banonin në të njëjtën lagje, ndërsa dyshohet se mes tyre ka patur konfliktet më parshme, të cilat mund të kenë lindur jashtë vendit. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që ngjarjet ketë lidhje me të kaluarën e tyre, po ato gjithashtu nëse autori është ndihmuar nga persona të tjerë për t'u larguar pas krimit, megjithëse deri më tani nuk janë identifikuar bashkëpunëtor të mundshëm. Sipas të dhënave policore, Emilian Suti ka precedent penal. Ai është dënuar më parë për kanosje për shkak të detyrës armbajtje pa leje, ndërsa rezulton të jetë arrestuar edhe në Belgjik për vjedhje. Rreth 15 vite më parë dhe vetë Suti kishte qenë objekti një atentati pranë komisariatit Kurbinit. Në atë kohë gjatë një leje dalje nga burgu, ndaj tij u qellua me breshëri plumbash nga një automjet, por e arriti të shpëtonte pa u lënduar. Ai është vëllai i Gentian Sutit, një emër i njohur në lagj. Vite më parë të dy vëllezërit janë dënuar me burg pasi hapen zjarr ndaj efektivëve të policisë pas një përplasje gjatë një kontrolli. Ndërkohë viktima Ilir Gjini me origjinë nga Miloti dhe banues në Laç rezulton të ketë përdorur edhe mbiemra të tjerë si Koka, Ilika dhe Nure. Sipas burimeve hetimore, ndryshimet e mbiemrit dyshohet kanë lidhje me të kaluarën e tij. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij atentati.